sytë me lot, i thash vllajt, thash, tani e vendosa. Unë do bëjmë këngëtare operistike dhe nuk do vdes pa e kënduar një herë këtë rol. Dhe tani me shumë krenari jeta ta them, e kam kënduar 315 herë Violet. Unë kam parë operën e parë ka qenë Traviata kur kam qenë 14 vjeç, para se të vendosja, kur vendosa të bësha këngëtare lirike. Ajo ka mujt me qenë 80-at, apo? Po, ka qenë. Pas ti 14 vjeç? 14 vjeç, Ku eksakt. e ke po Traviatën? E kam parë në Teatrin e Operës së Baletit në Tiranë. Tiranë. Që hap një klub, prandaj një shtëpi operistike është kaq e rëndësishme këtu, sepse do mund të Kush e ka kënu Traviatën? Ëndrrën e dikujt tjetër. Apo të rus kush ka? Ka qenë një turke, një këngëtare turke, një soprano turke. Do të thënë kanë lanë soprano turke me hi në Shqipëni, sepse Po, ka qenë atëherë. ka qenë kogja e izoluar në Shqipëni. Dhe e kam parë nga sopranos shqiptare, nga Edith Mihali, nga Inva Mula më vonë, ka qenë nuk i mbaj mend tash. Edhe efekti Traviatës kur ke shumë. Efekti Traviatës? Danse. Vajta Me kanë kush çojnë Traviata? Kam qenë me vllain e madh, ai që ishte edhe mbrëm dje që erdhi më përcolli nga Tirana këtu. Dhe nuk e kisha iden fare të operës. Shoh Traviatën, u preka, rash në dashuri me njëherë me tingullin e parë, më tha diçka, po nuk e kuptoja çfarë ishte. E di në atë moment, a kënojshe? A lëshoje muzikë serioze në shtëpi? Jo, vetëm këngët për fëmijë, kupton, nuk e dija çfarë ishte opera. Dhe kur mbaroi mbrëmja, mbaroi opera, me sytë me lot, i thash vllajt, thash, tani e vendosa. Unë do bëjmë këngëtare operistike dhe nuk do vdes pa e kënduar një herë këtë rol. Dhe tani me shumë krenari jeta ta them, e kam kënduar 315 herë Violetën. Jo një herë. Jo vetëm një herë, dhe i rikthehem përsëri. 315 herë ja ke majt premtimin vetit. Edhe gjithmonë e kthej kokën mbrapa, them, shife, kur e do diçka, duhet luftosh. Aq forte është, sikur vështirësitë e mëdhaja të kenë qenë që i kam pasur, të jem e sinqert, po sikur ajo dëshira ime, ai pasioni im, edhe një lloj çmendurie duhet jetë, se ishte qenia ime donte aq shumë, sa edhe universi më ndihmoi, ka shtyr drejt asaj gjëje, dhe këtë u tregoj gjithmonë studentave. Unë arrita. Secili për nesh ka mundësi të arrijë në maj, po ajo rruga është aq e vështirë, po duhet të nisi ëndra diku.